Zoti Fuga, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kënaqësi që flasim bashkë, rallë, se ti tani ke zgjedhur që i nuk je këtu, përgjithsisht. Por edhe je... Më vjen keq që nuk jam dhe kërkoj ndjesë. Edhe je, por edhe je... panel. Edhe nuk je. Edhe nuk je, po edhe je. Sepse nuk ke braktisur vendin, ja ne të kërkojmë sot për dhe një mendim, dhe ti edhe diçka me shkrim në statusin që bëre, por do të pyesim dhe ne tani. Ju jeni në deni të gjithçka ndodhi. Ju botuat një qëndrim mjaft interesant që mua më troqi vëmendjen dhe të telefonova me njerë për vendimin e gjykatës kushtetuese. E krahasonit me një ndeshje futbolli, kam përmendur një 2-3 herë edhe në emision këtë, me një ndeshje tona me Kinën, që doli 6-6. Për këta u mblodhen kushtetuesja 3 herë, edhe nëzori 4-4, 3 herë. Për Kina me Shqipërinë njëherë ka luajtur. Se edhe, po të kishte luajtur 2 herë, do kishte dalë 10-10. Ka lozër dhe miqësore qytetesh. Po, tani, e krahasonit para me ndeshjen dhe thonin që ky vendim i kënaq të gjithë. Të gjithë tani mbeten të kënaqur. Pse mendoni kështu, profesor? Gjithsesi, unë jam jashtë vendit për një shërbim për mosimdhënien time dhe gjithsesi së shpejti kthehem aty. I përshëndes të gjithë zotrinjt në panel. Unë do të thosha këtë gjë që unë analizën time e bëra duke u mbështetur tek teoria e lojës. Teoria e lojës është një teori e famshme në ekonomi, me baza matematikore, në sociologji, në psikologji, për të mos hyrë shumë thellë këtu në teori. Dhe shpeshherë ata themeluesit dhe ata që e kanë zhvilluar të teorinë e lojës marrin shembuj nga pokeri, nga dominoja, nga tenisi, për ta bërë sa më të thjeshtë. Duke shqyrtuar vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili më duket plot me kontradikta logjike edhe kontradikta logjike të cilat edhe nuk kanë dalë aq në evidencë deri tani, sipas mendimit tim, vura re se kishte një aplikim të pandërgjeshëm të teorisë lojës në 3 drejtime. E para, rezultati 4-4 nga pikpamja statistikore kishte mundësi, sipas me, 1 në 9 raste. Pra, kishte 1/9 probabiliteti. Dhe ndodh njëherë në 9 raste. Që do të thotë në afat gjatë, duhet ndodhi njëherë në 9 raste. Dhe shumë rrallë që në momentin e parë ti dhe të zarit bjeri 4-4. Është shumë e vështirë. Por, probabiliteti është probabilitet, si thot dikushi që probabiliteti i zareve është punë e Zotit. Por gjithsesi është shumë e rrallë, është pothuajse jashtë një mundësie të arsyeshme. Por ka një mundësi dytë, është nga 3 mundësit në teorinë e lojës, që 2 palët përballin forca me fuqi të barabartë, dhe secila nga palët, në këtë rast, një pjesë e drejtësisë dhe pastaj ekzekutivi, përplasen me forcat barabarta dhe nëse 2 forcat barabarta afat gjatë ndeshen me njëra tjetrën, në teorinë e lojës, teoria që quhet teoria e minimax theory, minimax theory, thot që nëse ka ndërhyrje të barabarta nga 2 krahët, rezultati del barabar, del 4-4. Pra, ajo që probabiliteti e shikon si 1 në 10 raste, pra jep një probabilitet shumë gjithsesi të vogël, momenti i dytë jep një mundësi të madhe nëse ka një ndërhyrje nga jashtë. Dhe unë, duke zbatuar teorinë e lojës, vë pikpyetjen duke thënë ka pasur ndërhyrje nga jashtë. E treta dhe e fundit është kur në teorinë e lojës aktorët nuk janë aktor të ndarë nga njëri tjetri, por janë bashkëpunues me njëri tjetrin dhe
ata duke qenë bashkëpunues me njëri tjetrin, e nxjerrin rezultatin barazim dhe unë vë pikë pyetjen e tretë që a janë marrë vesh me njëri tjetrin apo nuk janë marrë vesh me njëri tjetrin. Sigurisht unë më tutje se kjo nuk shkoj, sepse si kam faktet, por Në fakt me dyshuara nga treja që thatë ju profesor është kjo e treta. Që ata janë marrë dhe vesh me njëri tjetrin. Është e dyshuar, ë? Ju shtruat tre alternativa, por dyshim kryesor. Më çojnë që alternativa e parë e një probabiliteti spontan është shumë e vogël. Dy të tjerat janë jashtëzakonisht mëdha. Sipas teorisë logjike. Ndryrja që në Shqipëri është modë. Ndërkohë, nëse Edhe kjo shkon. Por më shumë shkon kjo e treta. Nëse më lejoni, po mund të jenë edhe dyja një herë, apo jo, profesor? Të dytë dhe treja. Edhe ndërhyrje ka patur edhe bashkëpunim. Pastaj merren vesh lehtësisht, po ka ndryrje. Pastaj po them. mund të jenë. Zoti Nazarko ka drejt, mund të jenë. Kjo pastaj futet në një rast tjetër. Po nëse më lejoni, nëse s'ju bezdis se ju marr shumë vëmendje, desha t'ju them se lexova duke parë këtë rezultatin 4-4 që në atë dokumentin që kishte votuar dhe zbardhur gjykata kushtetuese, ishte thënë se 4 gjyqtar si thuash ishin që gjithsesi të mos pranohet kërkesa edhe ankimimi, kërkesa, të refuzohet kërkesa e ekzekutivit, sepse sipas tyre edhe ministrat, si çdo qytetar, duhet të respektojnë ligjin e një shteti ligjor dhe të mbahen përgjegjës penalisht kur e shkelin. Pyetja ime është ku e di gjykata kushtetuese se e ka shkelur ligjin? Po bra. Në planin logjik dhe gjykata nuk ka tagër të gjykoj nëse një akuzë që bëhet apo një hetim ka çuar që subjekti individual, juridik apo fizik e ka shkelur apo s'ka shkelur ligjin. Dhe mua më kujtohet që në rastin kur është marrë në shqyrtim çështja e zotit Velie, kam lexuar në zbardhjen e vendimit gjykatës apo në debatet që u bën aty, që gjykata tha që shiko, ne merrem me çështjen nëse ti je kryetar apo si je kryetar, se me çështjen nëse je apo nuk je subjekt i ndërhyrjes penale nga organet e justicisë apo të ne nuk hym këtu. Nuk hym këtu. Tani, në momentin që në rastin precedent thotë që unë nuk hy këtu, tash në rastin e dytë, jo, po të mbaroj, profesor. Hyn, sepse thotë edhe ministri kur ka shkelur ligjin, po ministri apo tjetri, apo kryetari i opozitës, ku diun, apo një tjetër, nuk ka rëndësi për mua fare kush, derisa të dënohet gjykata kushtetuese nuk ka drejt të thotë, sepse ajo gjykon vetëm kushtetueshmërinë. Bile, po ta çoj më tutje, nëse më lejoni, po shkurt, po të shikohet se si iniciohet edhe vihet në lëvizje gjykata kushtetuese, sipas gjykimit tim, kryeministri se aktivizon dot gjykatën kushtetuese, aktivizon veçse për çështje që kanë të bëjnë me përputhjen e ligjeve me kushtetueshmërinë dhe të akteve normative. Unë nuk e di edhe si konflikt pushtetesh. Këtu kemi të bëjmë. Edhe si konflikt pushtetesh. Jo, unë lexoj ligjin i dashur mentor. Ligji thotë ka 3 mundësi, 1, 2, 3. Dhe kryeministri ka mundësi ta iniciojë gjykatën kushtetuese vetëm për çështje normative. 2 tjerat nuk ka mundësi. Tani, unë nuk e di se si është kjo, dhe unë dëgjova me shumë respekt atë që thatë ju, për rezultatin 4-4, por ligji nuk lejon rezultat 4-4
për gjykatën kushtetuese, sepse flet vetëm për shumicë dhe pakicë. Rasti 4-4 është jo ligjor. Unë kështu e kuptoj. Unë nuk jam jurist, po Ai e quajti dy pakica. jam marrë urdhro? Jo, nuk janë as pakica, as shumica. Dy pakica. Nuk janë. Nuk janë. Si dy pakicë? Pra, ligji për mua Mund të thosh dy shumica. Ka si me 5-ën, quhet pakicë. Po si e 5 e pakicë. S'ka rëndësi. Po kjo është absurd. Jo, pakica dhe shumica. Jo, ju lutem. Të bëhet tre tjetra. Zoti Ylli. Po, Zoti Ylli, mund t'ja sqaroj. po. Pakica dhe shumica janë mbi bazën e gjyqtarëve të angazhuar në gjykim. Pra ata janë 8. 4 nuk është as shumica as pakicë, të paktën sipas filozofisë të ligjit që unë kam punuar 40 vjet dhe sipas logjikës Me këtë numër antarësh, Aristotelit. me këtë numër antarësh, Tani, 5 e tani pakicë. po të vazhdoj. veprimi. Ja, e mbarova. Koncepti Jo, profesori po shpjegon diçka që është bazike. E A mbarova. në një gjëmore thash sa për... Me je përmundi mundi E se... mbarova. Po. E mbarova. Jo, nuk- Edhe një fjali dhe e mbarova. Dëgjojmë? Po. Dëgjohesh mirë. E fundit, në atë që boton në vendimin që zbardh, mbase është vendimi para prak, që zbardh gjykata kushtetuese në media e lexova thotë se ndërse 4 gjyqtarë thotë menduan kështu, 4 të tjerët mendojnë se kjo çështje e ekuilibrit pushteteve kushtetuese duhet shkojnë në kuvend. Dhe s'është çështja jonë, është çështja e kuvendit. Kjo mu duk qesharake, me thënë drejtën, me gjithë respektin që kam. Pse? E para njëherë, gjykata kushtetuese nuk e vën lëvizje kuvendit. E para. Dhe nuk ka asnjë tagër për këtë. E dyta, këta gjykatës, të cilët thonë se nuk është çështja jonë, çfarë kanë bërë këta? Këta kanë abstenuar. Pra nga njëra anë kanë votuar, nga ana tjetër me argumentimin e votimit tyre kanë abstenuar, po ligji nuk lejon të abstenosh. Nuk e lejon antarë në gjykatës të abstenoj, pra të thotë që nuk është çështja ime. Dhe kur këta kanë menduar këta të 4 që duhet të shkojnë në kuvend, si është e mundur që gjykata kushtetuese e pranoi çështjen ta merrte në gjykim në fillim, se po që se këta të 4 thoshin se kjo s'është çështja jonë, gjykata kushtetuese s'u kishte marrë fare çështjen dhe duhet thoshte që unë s'kam punë me këtë. E të tjera që mua personalisht më kanë bërë, pavarësisht rezultatit, që thot zoti Aliu ka të drejtë në ato që thot, por unë e shikoj pak në një plan tjetër që arsyetimi juridik nuk pyet për pasojat. Dhe unë nuk nisem fare nga pasojat, unë nisem nga logjika, sepse drejtësia funksionon me sy mbyllur edhe me vesh mbyllur, vetëm me mendje, pa ditur se ku është dhe çfarë bën. Tani, të gjitha këto mua më çojnë në një situatë ku ligji flet për shumicë dhe pakicë, ndërkohë ata janë 8 dhe me 8 veta nuk duhet ta kishin marrë fare, si thuash, procedurën, sepse që në procedurë ata do të gjykonin që mund dilnin 4-4, gjë që ligji nuk ja lejon. Edhe logjikisht dhe unë këtë gjykim kam, nuk e merr fare që në fillim, sepse mund të dalësh 4-4, që është normale. Ligji nuk të lejon. Ligji nuk të lejon. Ata thonë që ne nuk marrim vendim, por në fund thuhet, pra gjykata vendosi. Minut në qoftë se thuhet që s'marr vendim, vendimi është që atëherë kjo vlen për çdo rast, ata duhet të refuzojnë vendimarrje pas për çdo rast, ata po profesor. Më fal, mentor këtë Kjo, profesor, duket proverbiale, ne nuk marrim vendim, po gjykata vendosi. Po, këtu është një konflikt, një si të thuash, një kontradikt in absurdum. Dhe i dashur mentor, unë jam shumë dakord me ty që nuk është problemi i ligjit. Problemi është dikush nga miqtë aty tha janë zgjatur procedurat për të caktuar i nënti
Dhe asnjëri nga ne nuk ka thënë, ore, duke zgjatur këtë procedurën e të nëntit, ju po hidhni në herë mundësinë e vendimarrjes dhe dhënies së drejtësisë nga gjykata kushtetuese. Rastësia nuk e kishte sjellë këtë problem. Në rastin tim, unë di dhe raste tjera 4x4 dhe kur flas për këto, sepse i kam pasur mbi kurizë dhe jam marrë shumë me këto gjëra. Mund të na citoni një rastin, profesor? Që ka pasur është rasti kur ligji për Akademinë e Shkencave u hodhi antikushtetues dhe dolën 4x4. Në atë kohë unë ngrita këto probleme. Domethënë këto 4x4 nuk e pas kanë për herë të parë. Jo, se ajo 6x6 mekinën një herë ndodhi, e kupton? Ndërsa kjo 4x4 u bë ka... Kujtohet ai rasti me Kinën, kam qenë i vogël, edhe kur bëndë Shqipëria, zyrtarët e Ministrisë së Jashtme shkonin te Stoli dhe i thoshin Lenit bëjnë një gol ata. Pra kishte ndërhyrje nga jashtë. Kishte ndërhyrje nga jashtë.